lidhur me zavendësimin e këtyre kandidatëve, të cilët janë shpallur dhe janë në listën e vendimit të shpalljes së zgjedhjeve. I kemi 3 kërkesa që nuk kërkojnë të certifikohen. Gazmend Muhaxheri nga kryetari i komunës në Pej dhe Imrim Ahmeti nga kryetari i komunës në Lipjan. Çfarë thonë? Japin ndërheqje prej pozitës së të deputetit, për shkak se janë me marrjes mandatit, marrjes mandatit se ende nuk janë deputet. Mendoj që titullimi do të duhet me qenë ky. Dorëheqje, heqin dorë nga marrja e mandatit. Po zavendësohen këta. Veç, adin, mirësh me Saud Gjosesht. S'është ajo ndonjë. Edhe Bedri Hamza, kryetari i komunës në Mitrovic, do të thotë ka heq dorë nga PDK. Nga marrja e mandatit të deputetit. 2 kërkesat e para nga Gazmend Muhaxheri i Imri Ahmeti i kemi pranuar me 17 mars, ndërsa këtë të Bedri Hamzës e kemi pranuar sot, para këtij takimi. Para takimit i kanë bërë verifikimet sekretariati dhe ka rezultuar që Gazmend Muhaxheri zëvendësohet me zotin Arben Gashi, Imri Ahmeti me zotin Paris Guri dhe Bedri Hamza me zotin Rashid Qalaj. Këto janë 3 zëvendësime, të cilat nëse nuk keni diçka, po Alban? Ose është një situatë pak kështu absurde. Tash, nëse na marrim një vendim që tash me i zavendësu, një mënyrë pe i bjen na që ta 3 part, po i këta të radhës që janë, nëse çojmë dorë tash, me votu i bie sikur na 3 part që tash janë të part që një mënyrë po certifikohen. Po kështu konsiderohet. Nëse a ka nevoj me marrë vendim, për këtë punë është njoftim dhe pastaj kandidat të radhës që ka që është veç po në rregull dhe veç me dita unë njoftim, a është vendim. Jo, vendim është për mi ndryshu shpalljen. Se shpalljen a figuron Gazmendi, Imriu dhe Po na që tash po certifikujem tash rezultatet e s'ka lidhje. Rezultatet me qëndime që vinë në radhë, i kena shpallë. Po i kena. Veç e kam kështu se veç proceduralisht pak pe kam se jo. Nëse e bojmë që da, ka ndonjë pasojë vre? Veç proceduralisht e kemi një vendim. Pasojë e vetë në është që na si kemi pyet, këta mujnë me thonë edhe unë jap dorëheqje. Po mujnë e vetë. Atëherë japin dorëheqje për certifikim. Kjo mundet me qenë teorikisht pasojë e vetë, po s'është temë. Evo, veç sa me na shtes po të ngoj. Jo, një sqarim meriton shtesë sa i përket bazës ligjore dhe kushtetuese sepse do duhet ndodhë kjo tash. Është edhe ligji për zgjedhje lokale në 9, ku thotë sekretarët e komunave nuk mund të mbajnë të 2 pozicionet. Është në 70 i Kushtetutës Republikës Kosovës ku thotë deputeti merr mandatin me certifikim. Edhe është në 73 ku thotë se kryetarët e komunave nuk mund të zgjidhen deputet, edhe zyrtarë tjerë komunal, nuk mund të zgjidhen deputet pa dhënë dorëheqje paraprakisht nga posti që mbajnë. Dhe kjo neve na detyron që mi pranu dorëheqjet e tyre në këtë fazë, se në momentin kur ai certifikohet deputet, ex officio mund ta humbë pozicionin paraprak që ka. Dhe kjo është arsyeja sepse ata kanë pranu dorëheqje tash. Dhe ne duhet me patjetër që ta bëjmë zavendësimin e tyre në këtë fazë. Tash, se a duhet me pas një deklarim shtesë të atyne që vinë radhë, është pak rëndësishme, ata mund t'i bëjmë edhe nesër. Po, këta që kanë bërë dorëheqje duhet patjetër që sot t'a bëjmë domethënë certifikimin e personave të cilët vinë radhë nga rreqa tyne. Më herët, këta e kanë kryer obligimet ligjore, vetat, secili prej këtyre kandidatëve dhe kushtetuese. Pra, e përmendi Iliri shumë të qartë që kanë obligime kushtetuese dhe ligjore të njëjtat i kanë kryer me këto akte të dorëheqjes. Për tjerët, është çështje tjetër kujt.